Atëherë miq të dashur, procesi i digitalizimit të arkivave të Kosovës përfaqëson tash një kohë të gjatë nga viti 2004 një halt thelbësor drejt ruajtjes dhe modernizimit të trashëgimisë son dokumentare. Pra në një kohë kur teknologjia po luan rol kyç në qasjen dhe mbrojtjen e informacionit, digitalizimi i materialeve arkivore synon të sigurojë ruajtje afatgjatë, transparencë dhe akses më të lehtë për studiuesit, për institucionet, por edhe për qytetarët. Për diskutu për arkivat e Kosovës, me ne në studio është zotri Bekim Aliu, që është ushtrues detyre i drejtorit ekzekutiv të arkivave shtetërore. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën dhe i përshëndes gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Faleminderit juve që erdhët edhe sigurisht me shumë kënaqësi flasim për arkivat e Kosovës, arkivi shtetëror dhe për procesin e digitalizimit. Ne e thamë edhe në hyrje të programit që është një proces që kemi përcjell ka herë. Kemi qenë edhe në zyrët juaja, edhe në ambientet e juaja dhe kemi pa se si shkon edhe në arkivat komunale thashë, ndërkomunale edhe në arkivin shtetëror. Pra, po është një proces që vazhdon gjithmonë apo jo? Kur është dokumenti i parë digitalizuar? 2007. 2007, a? Po fillimisht kisha dash me elaboru pak gjendjen ku jemi për momentin. Në vitin e kalun, vitin që lam pas, Arkivi i Kosovës ka arrit me rrumbullaku procesin e kornizës ligjore, me rregullore pune, me udhëzues metodik. Kemi arrit me startu me sistemin elektronik të menaxhimit të dokumenteve arkivore. Kemi përfundu fazën e dytë të renovimit të objektit. Po ashtu kemi vazhdu me investime në arkivin ndërkomunal në Prizren, Gjakov, Pej dhe njëkohësisht kemi vazhdu me digitalizim të dokumenteve arkivore. Domethënë, krejt ky proces është përfundu vitin e kalun, tani planifikojmë me vazhdu me digitalizim masiv. Njëkohësisht kemi Çfarë në kupton me digitalizim masiv? Digitalizim masiv nënkupton skanim të sasisë madhe të dokumenteve. Deri më tash kemi arrit për 2 vite me skanuar 6 milion e gjys dokumente. Për 17 vite kemi arrit vetëm 1.4 milion dokumente me forcat tona. Tashma këtë shërbim e blejmë, shërbim që ofrohet nga operatorët ekonomik. Edhe që shpejtohet shumë procedura. Jashtëzakonisht shumë, është ekstrem shpejt. Kur po flasim si sqarim, për kaq milion dokumente të digitalizuara, apo flasim për faqe dokumentesh, kaq faqe, apo po flasim një dokument që mund të ketë 20 faqe? Jo, po flasim për një dokument që mund të pas 20, 200 e 1000 faqe. Domthon shumë material se kur po flasim për sasin, flasim për skanime, që nuk kupton skanim të dokumentit. Tashma kjo sasi e skanume më rrim dikon 7-8% të dokumentacionit që posedon Arkivi i Kosovës. Po me marrjen e dokumentacionit nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, kjo sasive që është dyfishu. Dhe na po vazhdojmë që këto procese të punës t'i bëjmë edhe përmes sistemeve elektronike që është startu në mars vitit kalun. Gjithë procesi ka vazhdu vetëm në arkivin qendror, kurse si vjetë synojmë që këtë proces ta zgjerojmë edhe në arkivat ndërkomunale. Mirë, po çfarë kategori dokumentesh kam përparësi që të arkivojnë? Ju përmendet që janë me miliona dokumente të cilat duhet të digitalizohen. Çka konsideron ju si me prioritet, apo ku jeni të fokusuar më shumë në aspektin e digitalizimit të këtyre dokumenteve? Zakonisht prioritet kanë dokumentet që janë më të breshta, për qëllimin e mbrojtjes tyre fizike, pastaj në dokumentet që kërkohen më shumë, domethënë sipas kërkesave që janë administrative të tilla, administrative, dhe kryesisht janë dokumentet të periudhës të ish Jugosllavisë, domethënë prej viteve 50 e këtej. Ato i keni me prioritet, a? Ato janë me prioritet se edhe kërkohen edhe dëmtuara, po edhe kërkohen më shumë për holumtime. Jo, ç'a ndodh me dokumentet për shkakun që janë të arkivuara aty? Jo, se e dim që një dokument tazëm që mund të jetë, nuk e di cili është dokumenti më i vjetër që keni? Është i shekullit 15. I shekullit 15. Është në gjendje të mirë, është digitalizuar. Po është digitalizuar. A mundemi me pa tash për shkakun të digitalizuar?
Po, nëse futemi shpejt e gjejmë, E gjejmë në sistem mirë, po duhet të bëni kërkesën sepse sistemi nuk lejon me pa u regjistru në sistem. Edhe është drejt, po. Duhet me ditë kush e pa, kush e mori. Jo, po më interesant diçka dhe ishte më ju pyet ta zëm, paralelisht me digitalizimin, a janë të ruajtur edhe dokumentet, ta zëm ky dokument që mund të jetë kaq i vjetër, a është i ruajtur në kushtet që kërkohen? Pra, edhe pse kemi digitalizuar, vlera e tij mbetet si vlerë fizike. Po, janë të ruajtur në kushte optimale. Zakonisht është e njoftme që dokumenti fizik ruhet gjithmonë edhe krijohen kushtet optimale që janë të standardizuar tashmë në gjithë arkivat e botës, 18 dhe 22 gradë Celsius, me lagështi relative 50%. Ama kemi pas një telashe? Edhe në bibliotekë, edhe në arkiv kemi pas telashe? Kemi pas telashe, po e kemi menaxhu. Okej. Është diçka që mund me menaxhu, me kontroll të shpeshtë, me shikim të fizik të dokumenteve se ku janë, ajo mund të menaxhohet. Po, cilat janë sfidat me cilat po përballet Arkivi Shtetëror i Kosovës? Agroni tha që ka pas probleme, e dim që ka pas telashe. Në krijimin e hapësirave të nevojshme, në ambientet pastaj ku ruhet këto dokumente fizike, munges të stafit, sa keni arrit me i menjanu këto telashe të cilat i keni pas me të punu intensivisht për me i menjanu gjitha këto probleme. Tashmë është investuar në hapësira fizike, domethënë renovime, si vjet veç është nënshkruar kontrata për renovimin e depos qendrore. Vitin e kaluar kemi punuar në renovimin e arkivit ndërkomunal të Pejës, arkivit ndërkomunal të Gjakovës, arkivit ndërkomunal të Prizrenit, ku pritet që si vjet aty ka marsi ose prilli në arkivit të përfundojnë punimet në edhe restaurimi, sepse është objekt në ish kazerma ushtarake në Prizren, tashmë është në fazën përfundimtare të restaurimit dhe presim që vitin tjetër këtë vit të zhvendosim aty. Punimet në objektin e ri të arkivit ndërkomunal Gjakov pothuajse janë në përfundim dhe presim që muajin tjetër të fillojmë të zhvendosim aty. Arkivi ndërkomunal Pejës depoja vetëm është përfundu, janë vendos raftet dhe tash presim të vendosim materialet arkivore në këto objekte. Sfida kryesore është bartja e dokumentacionit. Edhe e kërkon kushte specifike? Po, kërkon kushte specifike, kërkon menaxhim edhe planifikim strikt, cilin besojmë edhe jam i bindur që do arrim ta përfundojmë, mirë po janë sfida në vete se cila se gjithmonë çdo proces pune del diçka që do në angazhim shtesë, po me bashkëpunim ndërinstitucional edhe me bashkëpunim të punonjësve besoj që e arrim edhe e përfundojmë edhe këto procese. Pra, paralelisht punohet edhe në këtë aspekt, pra edhe në krijimin e kushteve infrastrukturore të duhura të përshtatshme për arkiva ndërkomunal, por edhe atje bëhet procesi i digitalizimit, njëjtë si në arkivin qendror apo. Edhe atje bëhet procesi i digitalizimit nga punonjësit arkivor. Si vjet, po mendojmë që këtë procesin masiv të digitalizimit të dokumenteve arkivore ta bëjmë përmes operatorit ekonomik edhe në arkiva ndërkomunale. Njëjtën kohë ta shtrim edhe në mungesës së kapaciteteve apo për shkak se është proces më i shpejt. Mungesës kapacitetet edhe është proces jashtëzakonisht më i shpejt me arrit ato se çka po dojmë me ofru ndaj qytetarëve. Ju procesin e digitalizimit e treguar që ka filluar shumë më herët zotri Aliu. Tashmë keni marrë edhe ndihmën e operatorëve të jashtëm për me i digitalizu në mas pak më të madhe krejt dokumentet të cilat ka nevojë për me u digitalizu. Para se me fillu biseda, unë pyeta thash se kur ka me përfundu ky si proces. Përgjigja ke interesante. Procesi si proces me digitalizim materialeve arkivore, këtyne që janë të vjetra, ka me dalë unë në pension, ka me dalë edhe mas meje në pension, nuk ka me përfundu. Ka shumë. është proces i vazhdueshëm. Plus mos harrojmë, në çdo 30 vjet, një dokument kur e mush maturimin quhet, dorëzohet në arkivin e Kosovës. Tash jemi të bindur që 3 fishi i materialeve arkivore është në për institucione që do të dorëzohet në arkivin e Kosovës në vitet e ardhshme.
Kështu që gjithmonë arkivi i Kosovës shkon duke u... I bie edhe një 4 vjet, i kemi prej dokumenteve të pas luftës, që kemi nxjerrë para pas luftës. Maksimumi 4-5 vjet, na veç kemi filluar. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka dorëzu material jashtëzakonisht shumë. E ka rrit fondin e arkivit Kosovës. Deri tash kemi pas 8 kilometra, tash kemi rrit 15. Kjo shkon vazhdimisht duke u rrit, kështu që procesi digitalizimit do të vazhdoj. Komoran gati do vazhdoj kështu pa ndërprej. Është proces që e rëndësishme është që këto proceset kryhen në 2 faza. Faza e skanimit që marrim si shërbim, skanimi, njohja tekstit edhe indeksimi quhet. Kurse faza intelektuale, kjo faza e vendosjes së shënimeve, metadatave, këtyre proceseve tjera, kryhet prej zyrtarëve të Agjencisë Shtetërore të Arkivave Kosovës. Kjo është ai sistemi elektronik për menaxhimin e dokumenteve arkivore, i cili proces e mbikëqyr komplet procesin edhe të skanimit, edhe të ofrimit shërbimeve, edhe të hulumtive ndaj qytetarëve të Kosovës. Po, ka staf mjaftueshëm, kapacitet humane për me... Përgjigja e shkurt, jo. Ajo, shkurt edhe shpejt. Çfarë po ndodh? E di që ka pas shumë herë kërkesa për me plotësu vendet të cilat na kemi përfunduar vitin e kaluar në restrukturimin dhe sistematizimin e vendeve të punës, edhe kemi mungesë në plotësimin e vendeve të punës, po presim që në këtë fushë do na ndihmojnë qeveria dhe ministria ku dham edhe përgjithësinë si Agjenci Shtetërore dhe Ministria e Kulturës. Ka pasin njëherë, nuk e dini se po më si krijohen kuadrat e reja për arkiv, ka pasin një drejtim, nuk e dini se po vazhdohet pra në fakultet, që me u kriju arkivistat, si quhen? Po, arkivistat. Arkivistat, po pra të ri. Edhe si është interesimi të rinjve përgjithsisht me u marrë me këtë fushë, që duket interesante. Kogja i mirë është interesimi, sepse praktiken, tash kemi edhe marrëveshje me Universitetin e Prishtinës, praktiken e majnë në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Pra, po funksionon ai drejtim? Po, për 3 fushat, rregullim, përpunim edhe digitalizim, edhe vendosje të metadatave. Ky është një proces cilin të gjithë studentët e ri e mësojnë praktikisht në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Vazhdon, kjo është shumë mirë që është duke vazhduar. Kjo procesi arkivistit nuk do të më thonë vetëm në Agjencinë Shtetërore ose në arkiva ndërkomunale, sepse çdo fond krijues duhet ta ketë një arkivist që është i shkolluar dhe din si ta trajtoj dokumentin që e ruan në institucionin përkatës. Zoti Aliu, sa ka kërkesa për me pas qasje në këto dokumente të cilat ruan arkivat e Kosovës? Çfarë natyre janë më tepër këto kërkesa? Kërkesat janë 2 natyrë. Natyrës palëve që i quajmë ne, njerëzit qytetarë që kërkojnë dokumente për çështje të veta rregullimin e dokumentacionit po e zanë për pensionistët, dhe tjetra është për hulumtues, studius që dëshirojnë të krijojnë një temë, qëllimet e tyre studimore, kështu që janë këto 2 fushat cilat ne i ofrojmë shërbimet. Sa jemi të pasur, drejtor, me dokumente arkivore, ta zëmëdhën në këtë pikpamje. Pra jo veç dokumente administrative, por edhe dokumente të vlerës historike, nuk e di, kulturore, çfarë do qofshin ato. Pra në raport nuk e di me kë mund të krahasohemi edhe me arkivat regionale, pra. Po, me gjithë arkivat regionale mund të krahasohemi, kemi material domethënë thellësi 600 vjeçare, domethënë dokumentet, kemi mjaftueshëm dokumente, njëjtën kohë ne si arkive kemi edhe një njësi që merret me hulumtimin e dokumenteve jashtë vendit ku kanë të bëjnë me historinë e Kosovës, cilat i afrojmë në shërbim edhe në arkivin e Kosovës. Janë të interesuar, kemi hulumtues goxha mirë, në sallën e leximit ofrojmë 14 studius brenda ditës mund të hulumtojnë, 5 janë në formë elektronike, 9 janë në formën fizike, në sallën e leximit këtu në arkivin qendror. Do të thonë, fillimisht bëhet kërkesa, procesi tashmë qysh në mars ka filluar që të bëhet përmes sistemit elektronik. Më lehtë po besoj, edhe për ju edhe për ata të cilët ka nevojë për këto dokumente. Digitalizohen. Kërkesa spari regjistrohet, vërtetohet prej neve administratorit që është personi me letën njoftim,
do më verifikohet përdërusi, bën kërkesën për fondin e caktuar, automatikisht i gjenerohet fatura për që i jepet drejta për Pra, ka një kosto, a? Ka një kosto, €1 kushton. Okej, një dokument. Jo, holumtim në një fond. Okej, që është... Po, Simbolike, Absolutisht. sa me thanë. e ngarkon faturën në sistem, administratori e vërteton që është në rregull, pastaj i dërgohet linku ku mund ta caktoj terminin kur mundet me ardhë me holumtor. Sa merë kohë kjo që kjo Si procedurë? proces. Po. Si proces 5 minuta. Okej, prej momentit kur e bën kërkesën deri në momentin kur e merr konfirmimin. Përveç procesit kur duhet ta bëj pagesën. Ka që ekspeditiv jene? Përveç ai procesi diçka tjetër, po procesi derisa të përfundon është 5 minuta dhe caktohet termini në atë periudhën kur caktohet termini e ke vendin e siguruar ku mundesh me ardhë me holumtor. A mund dikush edhe nuk e di për shembull nga Amerika po e zon. I duhet një dokument për një punë studimore atje me paraqit kërkesën edhe mos më ardh fizikisht. Pra ju me dërgu me aliu çasën me marrë atë. Holumtimi në diçka tjetër sepse holumtimi bëhet në sallën e leximit. Jo, e qartë, po si një dokument që i duhet. Si dokument për PAL, shërbimin e ofrojmë përmes postës. Mundet më bë kërkesa, posta ja dërgon edhe në Australi nëse është nevoja. Po, pra. Mirë shumë, mirë shumë. Po në ato salla gjithmonë është dikush, se on vendorës Gjithmonë është dikush. Gjithmonë është dikush që po punon, po holumton. Edhe ne kemi marrë se kemi ditë me vizitu. Është shumë interesant me pasi pe i fillimit qysh arkivohet edhe qysh mandej digitalizohet një dokument. Unë e ka po kështu, po se pas në po fizikisht me qenë aty me prezencë. E po duket interesante, e? Ju mirë presim. Faleminderit. Faleminderit dhe suksese, pa që një vit mirë dhe të mbarë. Faleminderit edhe për juve, suksese edhe juve. A kemi të lojmet? Po s'kemi kohë i paraqesim në pjesën e tretë, veç qëndroni pak drejtori sa ti lajmërojmë edhe lajmet, po besoj janë gati